Përshëndetje shikues të dashur, mirë se po takohemi edhe këtë diel së bashku. Në këtë ditë të bukur vjeshte, kemi ardhur të vizitojmë Velezhën, një fshat që posedon gjithçka, nga shkolla fillore, gjimnazi, po ashtu dhe AMF-n, e cila që nga themelimi i saj ka për traditë që të punësoj motra të cilat jetojnë aty. Do ju sjellim rrëfimet të shumë personazheve të ndryshme rreth jetës këto. Këto e shumë të tjera ju ftojmë që të ndeshni në rrëfimet në vazhdim. Rrugë e ngushtë e në të dy anët e saj e përcjell me mure të shtëpive. Duke hyrë më në brendësi të fshatit, pamja sa shkon e shton bukurinë natyrore të saj. E në zemër të Velezhës qëndron kisha e që oborri i saj i gjelbërt i jashton akoma më shumë veçantinë. Është një vendbanim i vjetër që përmendet që nga vitet e 1500-ta. Është një nga ato fshatra më të vjetër në rajonin e Prizrenit. E veçantë e tij është që Velezha është një qendër administrative për disa fshatra përreth. Të gjithë banorët e Velezhës i takojnë besimit katolik, e në të kaluarën gjithë banorët e fshatrave të tjerë u mblodhen në Velezhë për të jetuar, pasi ishte kisha aty që është ndër më të vjetrat. Përshëndetje, edhe mirë se gjetëm në fshatin Velezhë. Mirë se keni ardhur. Po fillojmë pak me historinë e tij fshati. Sa është i vjetër fshati Velezhë? Po, fshati Velezhë është një vendbanim i vjetër, i cili përmendet në vitin dikun 1530 në tefteret e Sanxhakut të Prizrenit me emrin Vele. Vele është edhe rranja e emërtimit të këtij fshati, i cili më vonë ka pësu ndryshime në emërtim me prapashtesat që ju kanë dhënë gjatë kohës. Po ashtu, ky fshat përmendet edhe në raportin e Zmajevicit, i peshqit të Tivarit, si ndër fshatrat më të vjetra të rrethinës së Prizrenit. Fshati Velezhë është pra një vendbanim që është qendër e një rajoni i cili grumbullon disa fshatra dhe llogaritës së qendër paka shumë administrative, arsimore, shëndetësore dhe fetare për këtë rajon. Fshatra tjera që gravitojnë në këtë territor janë fshati Shpenadi, në për cilën keni kalu, fshati Caparc, Novak, Smaq, Sërbice e Epërme, Sërbice Poshtme dhe Trepetic. Këtu gjendemi tash në oborrin e kishës famulitare të fshatit Velezhë. Famullia e Velezhës si organizim fetar është themelu në vitin 1919. Sipas raportit të famulitarit të famullisë së Smaqit Luka Filiç. Mirë po, me qenë se i peshqvi atëhershëm, Lazar Mjeda ka pas konfrontime me pushtetin atëhershëm serb, famullia është themelu edhe pa pëlqimin e shtetit atëhershëm, ashtu që themelimi i famullisë së Velezhës është zyrtarizu në vitin 1923, që mirët edhe si datë zyrtare e themelimit të famullisë. Tu pas parasysh rrjedhojat e kohës, këtu në një kohë kanë jetu një popullat me jo heterogjene. Këtë duhet të them se kryesisht këtu është koncentru një popullat me përkatësi fetare katolike. Për shkak se famullia ka qenë afër, prifti ka qenë afër, kanë qenë në një farë mënyrë të organizuar rreth kishës. Në këtë drejtim,
Fshatrat të cilat kanë qenë të banuara atëherë me populatë religjioze heterogjene, sikurse janë fshati Gilac, fshati Zojz, fshati Korish, e tjera, familjet e përkatësisë katolike kanë integru dhe kanë ardhur në këtë rajon. Janë bashkangjitur në një farë mënyre koncentrimit të popullatës. Këtë drejtim, mund të themi se famullia, do më thonë kisha, në borën e të cilës gjendemi, ka luajtur rol të rëndësishëm edhe në jetën kulturore, po edhe në jetën fetare. Qysh herët përmenden edhe organizimet e orëve mësimore, mos më thonë shkolla, nga ana famuljetare si për shembull Dedramaj e tjerë cilët sipas dokumenteve të arkivit të kishës. Këtë drejtim, mund të themi edhe se kisha si objekt ka pas rëndësinë e vetë. Nëse keni pas mundësi dhe keni incizu pamjen e kishës, është me rëndësi se në këtë territor, në këtë fshat, është ndërtu kisha e parë pas vitit 1945, dhe më thonë në epokën e sundimit, ashtu të themi, të sistemit komunist në këto troje. Kisha është ndërtu në vitin, ndërtimi saj ka fillu në vitin 1957 dhe ka përfundu dikun rreth vitit 1960 me organizimin e famultarit të atëhershëm që ka qenë këtu Don Nikol Mini. Në pikpamje të organizimit të jetës kulturore, arsimore, duhet të theksu se shkollat e para, do më thonë shkollat e para të arsimimi në këtë troje ka fillu dikun pas luftës. Në gjuhën shqipe është fjala. Ka pas përpara në gjuhën sërbe, në fshatin Novak, i cili ka qenë edhe i banum me një numër më të madh të popullatës, se të cilët e kanë përdorur gjuhën sërbe, dhe aty kanë pas mundësi të shkojnë edhe pjesëtarët fëmijët e familjeve shqiptare. Megjithëse Novaka prej këtu i ka mbi 3 kilometra. Në vitin mbas luftës, sikur se thash, fillon organizimi i shkollës dhe shkollat e para kanë punu në përshtëpi, sepse nuk ka pas objekt shkollor. Duhet me theksu se edhe gjatë luftës, do të thonë vitin 1942 në fshatin Sërbic, nga Ministria atëhershme e Arsimit të Shqipërisë, Shqipëria ashtu quajtur Shqipëria e Madhe, ka qenë organizuar shkolla fillore në atë fshat. Më vonë është ndërtu këtu shkolla, ndërtesa e shkollës fillore, 4 klasë dihet atëherë, dhe ka qenë në këtë pjesë këtu. Kjo ka qenë një gjendje vështirë atëherë për të arritur një shkallë arsimimit, dhe interesimi i popullatës nuk ka qenë aq i nivelit të lartë, prandaj edhe në ndërkohë, duke ngritur interesimi i popullatës, duke u zhvilluar sistemi arsimor, në vitin 1962 hapet shkolla 8 vjeçare. Ma vonë, do më thonë, gjatë gjendjes së okupimit, në vitin 1995 hapet edhe paralelja e gjimnazit. Për këtë me siguri keni me pas informata më të sakta nga personi i autorizuar i shkollës. Këtu punon edhe zyrja vendit, punon është aktive edhe një ambulant ku mjeku jep shërbime shëndetësore për çdo ditë,
edhe stomatologu njëkohësisht. Kjo është një gjendje e përgjithshme e fshatit. E përmendëm që këto banorët i takojnë besimit katolik. A janë gjithë të krishterë, gjithë banorët e Velezhës? Sa i përket fshatit Velezhë, gjithë janë të besimit katolik, po në fshatra tjera, Shpenadi, Caparc, Novak, Sërbic, ka edhe të besimit musliman. Janë të përzirë. Janë të përzirë. Qysh është jeta në Velezhë? Sa ka ndryshu prej të kalumës deri më sot? Këtu populata është marrë me bujqësi. Gjendet në një rafshin këtu, një fush që shifni, është një fush këtu në nënën e majtë tonën, është një fush pjellore, po edhe në pjesët tjera të fshatit, rreth fshatit, është fusha mjaft pjellore dhe janë marrë gjithë kryesisht me bujqësi. Mandej sigurisht edhe me bliktori, sepse ka pas përpara në afërsitë të fshatit, ka pas edhe sipërfaqe që janë quajtur utrina për kullotjen e baktisë. Ma vonë fillon edhe migrimi i popullatës, fillon largimi i njerëzve për një gjendje më të mirë, për një jetë më të mirë dhe shkurja e njerëzve në botën e jashtme, spari si individ e mandej edhe si familje, ndikon dukshëm në zvogëlimin e popullsisë në këtë fshat. Sipas statistikave, kryesisht statistikave shtetërore dhe statistikave të famullisë, famullia për shembull në vitin 1991 ka pas rreth 4.000 banorë. Tash as përgjysën ati numri nuk e ka. Duke i llogarit ndoshta edhe një pjesë që janë në vendbanime tjera nëpër Kosovë që vinë kohë pas kohë në fshat. Domethënë numri i banorëve ka ra dukshëm dhe bujqësia, interesimi për të marrë me bujqësi është minimal, edhe me bliktori po ashtu. Qysh e mban mend kohën kur ke qenë fëmijë këtu në Velezhë? Çka ka ndryshuar prej atëherë ose çka keni bëju si fëmijë? Është ndryshim i madh i kohës, sepse tash edhe mosha jeme tregon se është një më tepër se një gjysmë shekulli. Atëherë fëmijët normal që kanë pas një jetë këtë tjetër, fëmijët e fshatit kanë qenë të angazhuar në punë dhe ju kanë ndihmuar prindëve të tyre rreth punëve të përditshme, po edhe rreth kujdesit për baktije, për gjëra tjera të nevojshme. Lojrat e fëmijëve kanë qenë tjera, nuk ka pas sigurisht as lojra trunit, as lojra plastikës, s'ka pas as telefona. Tash lojnat janë krejt tjera, edhe sjelljet e fëmijëve tash janë tjera. Kjo ka qenë e bukur asaj kohe, ndoshta që s'ka pas as telefon, e keni shiju më shumë natyrën. Po kemi shiju natyrën, kemi pas mundësi me shiju natyrën, kemi pas aktivitetet janë zhvillu krejt jashtë shtëpisë. Posaçërisht gjatë verës, shumë pak ka pas fëmijët edhe familjarët kanë qëndru brenda objektit të shtëpisë, por gjithmonë jashtë janë zhvillu gjitha aktivitetet edhe ashtu që ka pas mundësi, ka qenë një jetë krejt tjetër. Çka e karakterizon Velezhën? Çka e bën të veçantë si vend që marrin njerëz me e vizitu? Po shqyqoni, këtu nuk ka ndonjë objekt historik, ndonjë monument historik nuk ka, shifni, para një kohë, vitin e kalum, po ju tregu drejt, unë nuk kam pas rast ende me vizitu, është gjetë një tumull në fshatin Shpenadi, një varr i vjetër i lirë. Edhe ai ende nuk është aftësu, nuk ka në gjendje që me pas vizitor, sepse duhet të banë ullumtimet shkencësore, arkeologjike dhe historike. Ashtu që këtu përveç objektit kishës, edhe
shkollës, kështu tash që është e re, s'ka ma, nuk ka kur gjatë me kohën e kalume, me shkollën e vjetër, nuk ke ndonjë objekt për me vizitu, mirë po në afërsi ka në fshatin Korish, janë shumë kisha, është Kalaja, në fshatin Korish, nëse keni pas rast, ose do të keni rast, keni me pas se ka mjaft monumente historike, kulturore. Afërsia e këtij fshati e bën të mundshme që tjetë edhe kontakti edhe me fshatra tjera për rreth, si është Korisha, është Lutoklava, tjera fshatra, mësë më thonë, ma përtej. Që kështu. Unë për shembull shkollën e kam kryer në Korish. Shkollën fillore, menoj se jo shkollën kretë, po shkollën fillore të gjyqare në Korish, edhe kam qenë i detyruar me udhëtu prej këtu deri atje. Domethënë është afër, për atë kohë është afër, për këtë kohë është larg, sepse tash udhëtohet me automobile. Ju keni udhëtuar kom deri atje? Kom. A keni qenë shumë nxënësa që keni Po, kemi qenë rreth 20-30 nxënësa, se atëherë s'ka pas shkollë të vjeçare këtu. Po. Na u ka dashur me shku atje. Interesimi ka qenë. A e nxe Velezha një hapësirë të madhe territoriale, po flas edhe me fshatra të cilët i keni në administrim? Siqofsh, Velezha i ka dikun, si komunë, se çdo fshat është edhe komunë katastrale. Velezha i ka dikun 250 hektar komundës katastrale i përfshin të qytetit Prizrenit, afërsisht, me këtë sipërfaqe janë edhe këto fshatra tjera që i përmenda më larg, ashtu që shtrihet prej rrugës së asfaltuar Prizren, Prishtinë, Suarekës, Prishtinë, e shkon poshtë deri në Shërbicën e poshtme në rrugën, gati të thosh në rrugën Prizren-Gjakoh. Është territor mjaft. Mirë po ka specifikat që sikur përmenda përkatësinë fetare, ka veshjen karakteristike të grave edhe të burrave, dikur që e kanë bajt, se tash nuk i banë më kushat veshje, ata vetëm muzemu i me gjetë. Çfarë veshje ka qenë atëherë? Po ka qenë veshja me kanoca, me këmisha të bardha, me vija. S'ka mbet dikush që për rrugë akoma? Me lidhca, nështë e rujnë në për arka në kush nanave të veta. Nuk përdoren më? Nuk përdoren, nuk shaf më atë, nuk shaf, vetëm televizion që e shohin. Gjitha fshatra që janë në administrim të fshatit juaj, a e kanë shkollën e vetë, gjanat elementare në vendet e tyre vetëm për... Po, Shpinadia është afër shumë, nuk gati të nxitë, ndanë vetëm autostrada, nuk ka shkollë, vinë këtu. Caparci ka shkollën, fillore dhe të vjeçare, që janë pak ma largë, aty shkojnë edhe prej Novake, Smaqi, ka një shkollë 4 vjeçare, të fshatra tjera nuk kanë shkollë. Si bëhet organizimi i rriteve fetare që keni ju, për shembull të dielën? A mblidheni gjithë prej fshatrave tjere dhe vinë këto, apo secili fshat e ka ndonjë kishë të vetën? Këtu është kisha famulitare që thirret, edhe këtë ky territor koncentrohet në këtë kishë, dhe gjitha rritet fetare i kryejnë këtu në këtë kishë. Të dielave posaçërisht është dita kur bëhen shërbesa fetare, edhe vinë kush mundet normal, jo të gjithë, se me ardhë gjithë si zënë më kisha. Tash i zënë se ka pak. Ashtu, rritet të nevojë si pas besimit, i bajnë ko pas kohës, si pas nevojave që paraqiten, pagëzimet, kurorëzimet, e tjera. Që është jeta e banorëve tash këtyne që kanë mbetë në Velezhë, me çka merren kryesisht? Bujqësia e cekëm që nuk është dikur fare. Shumë pak, kretë. Vetëm, po shumica jo, po gati gjitha familje që kanë mbetë këtu, që jetojnë në Velezhë, jetojnë nga kontributi familjarëve të tyre dhe ndihmat që i dërgojnë për jashtë. Nuk kryesisht. Tashmë nuk ka as kuaj, as ka ki, as ka vetëm automobile, me shku deri në qytet.
nuk ka shumë pak traktorat ndëgjohen që s'keni rast në ndëgju traktora, dhe pësa është ditë punës sot. Ka ndryshu, gjithçka ka ndryshu. Ka ndryshu çdo gjë, direkt. Na po ju falenderojmë shumë për historinë që na tregove rreth fshatit, e tash kemi me vazhdu për shkollën me diskutu me një person tjetër, edhe po ashtu për ambulantën cilën e keni këto. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për jush. Përshëndetje mot alumnie dhe faleminderit shumë që ke pranu sot me kon pjesë e intervistës për fshatin Velesh. Faleminderit që keni zgjedh AMF-n Velesh. Qysh po kaloni si fillim këto apo lodhe apo ka punë? Ashtu, ka punë mesatarisht, mirë kalojmë, me banorë, mirë kemi. Prej cilit vit punon këtu si? Unë punoj që nga viti 2009, do më thonë që 13 vite punoj këtu. I bëjmë shërbimet të cilat bëhen të gjitha ambulantat. Unë jam në kuadër të QKMF-s Prizrenit. Do më thonë e bëjmë injekcionet intramuskulare, subkutane, intravenoze, fashore të gjitha, triazhat, por ne kemi edhe vakcinimin. Të hanëve dhe të premteve, 2 herë në javë. A jeni staf i mjaftueshëm për me e mbulu këtë qendër? Besoj që stafi është i mjaftueshëm, jemi 3 mjek, 2 infermier, për fat keq pastruesi vjen 1 herë në javë, mungon pastruesi, por ata çka mungon nga puna e bëjmë ne. Banorët na treguan që ju punoni edhe jashtë orarit, jo vetëm orarin fiks që e keni këto. Mas orarit punës unë shkoj në përshpia, ju japi infuzione, mate glikemin, ju bëjmë fashore cilat kanë nevojë që pacientat nuk mund me ardhë këtu. Sa është e vështirë kjo punë që e bën? Por unë e bëj me dëshirë. Nuk është me rëndësi se si e bëj, por sa dashuri japin e atë që e bëj. Kështu që nuk lodhesh falë dashurisë që e ke për atë profesion. Unë e bëj me shumë dashuri. Na po të falenderojmë shumë për gjitha këto informacione që na dhe sot, edhe punë të mbar juve. Faleminderit gjithashtu dhe juve shëndet dhe punë të mbarë me të tjerë. Faleminderit shumë. Ofër janë edhe shkolla fillore e mesme e ullët dhe gjimnazi. Ndonë se në të kaluarën, numri nxënësve ka qenë dukshëm i madh. E tash, dita ditës po zvoglohet, përsëri shkolla akoma jehon nga zërat e ëmbël të fëmijëve. Aty afër është edhe gjimnazi, në të cilën të rinjtë e vendit mund të përfundojnë shkollimin në fshatin e tyre. Jo të gjithë zgjedhin ta përfundojnë aty. Përshëndetje zoti Zef, edhe mirë se ju gjetëm këtu në ambientet e shkollës. Apo na tregon pak një historik rreth shkollës tuaj këtu në Velesh. Pra shkolla fillore e mesme e ullët Zef Loshmarku daton si shkollë 9 vjeçare që nga viti 1963. Për ndryshe, arsimi shqip në këto troje ka fillu me njëherë pas luftës parë botërore. Fillimisht si shkollë fillore me 4 klasëshe, si pjesë e Mindurakut Prizrenit, e që nga viti 1963 është kudina e re, shkolla e re, të thotë ta shkolla vjetër, po në atë kohë shkolla e re, e cila ka pas 8 klasë fillore. Mësimi është zhvillu në gjuhën shqipe edhe në gjuhën serbe, deri në vitin 1990, Desa nga vitin 1990, kjo shkollë zhvillon mësimin shqip. Ka edhe 2 paralele tjera të ndara, njëra në Capalc,
që është shkollë 9 vjeçare dhe një në smaq, se tash është ineksistente për arsye se ka ra numri nxënësve dhe jo kanë përshkënqit shkollës Am në Velezhë. Pse ka marrë pikërisht këtë emër? A e ka këtë emër që nga themelimi i shkollës këto? Pra që nga themelimi i vitit 1963 është përzgjedhur emri Zeflush Marku, i herojit tonë kombëtar, i cili është i lindur në vitin 1885 dhe ka jetu dhe vepru në qytetin e Prizrenit dhe qytetin e Shkupit deri në vitin 1920. Është një nacionalist socialdemokrat me pikpamje socialdemokrate, e që është vrarë në qytetin e Gjakovës nga pushtuesi i atëhershëm Serbo-Madhi Jugosllavisë parë, Jugosllavisë vjetër. Qysh po qëndron numri me nxënës? A ka ndryshuar shumë? Se na tregoi edhe zoti Pjetër që numri i banorëve ka rënë shumë këto. Po, me kjo nxënësat është ç'po qëndron? një brengë, jo vetëm për shkollën tonë, por besoj që kjo brengë është për gjitha shkollat sidomos në viset rurale. Unë e mbaj mend kur kam fillu punën këto në vitin 1994, do të thotë para 27-8 vitesh, atëherë numri i nxënësve ka qenë dikun rreth 700 nxënës ka pas shkolla jonë bashkë me paralelet e ndara, ndërsa tash numri i nxënësve ka rënë në 132 gjithsejt në të dy paralelet, që është shumë prengues se për një të ardhme të shkollës shqipe në këtë treva. Edhe pse në këtë shkollë gravirojnë 5 fshatra të kësaj treve, numri është mjaft i kufizuar, mjaft i vogël. Është një numër me të vërtetë shumë shqetësues, duke e marrë parasysh që është një territor mjaft i madh, kështu me hapësirë, me pas kaq pak nxënës. Na tregon që këtu është edhe gjimnazi, qysh është pak a shumë numri aty, a ka dhe aty shumë pak, edhe a ndjekin gjithë banorët gjimnazin këtu apo shkojnë edhe në Prizren? Pra, gjimnazi funksionon si pjesë e gjimnazit atëherë Gjon Buzuku në vitin 1994, që nga themelimi, e tash pjesë e gjimnazit gjuhësor Remzia Demaj, që ka 3 klasë, me thonë klasa 9, 10 dhe 11. Numri është pothuajse i njëjtë në përqindje sikurse edhe në shkollën fillore, është i breng, është në ramje sipër. Pra, jo të gjithë nxënësit vijojnë mësimin e këtë paralelet ndërë, sepse disa kanë përzgjedhë dhe shkollat tjera të mesme, qoftë profesionale ose drejtimet ndryshme në qytetin e Prizrenit. Çfarë ndjesie është për ty fakti që je i këtij fshati dhe po i shërben këtij fshati prej fillimit? Vërtet kjo është një ndjesi e mirë, me thënë pa përshkrueshme, vetë vullneti edhe dëshira për avancimin e arsimit më ka shty që të merrem këtë profesion, do të thonë në vitin 1994 unë më kthej nga Gyrbeti, nga Zvicra, vullnetarisht kam filluar punën. Në atë kohë ishim funksionon një si shkollë paralele me shkollën e pushtuesit, do të thonë me vullnetin tim pa pagesë, jem kthyer nga Gyrbeti me veju mësimin e këtë shkollë. Kjo tregon mjaft për ndjesinë që si është jesh drejtor apo mësimdhënës në shkollën aty ku ke lindë në vendlinën tënde. Ju keni qenë mësimdhënës këtu për vite të tëra. Çu ka qenë ajo ndjesi në fillim kur e ke marrë drejtorin edhe je kanë mësues i atyre nxënësve të vegjël që vetë sa kanë filluar ndoshta mësimin këtu? Po vërtet, po them, kjo ka qenë një ndjesi shumë e bukur, një ndjesi e mirë, cila na ka dhënë vullnet në atë kohë si tri që ishim, por unë besoj se kjo ndjesi vazhdon me të njëjtin vrull, edhe në ditët e sotit, edhe pse kanë kaluar 28 vite, edhe mendoj që populli shqiptar ka dashur edhe vazhdon me dashur arsimin, pavarësisht kushteve në të cilat ka vepruar, qoftë në kohën e pushtimit, qoftë pas çlirimit, pas viteve 2000. Edhe sot e kësaj dite vazhdon me pas kushtet mjaft rona, po vullneti edhe entuziazmi për mësim nuk ka pushuar asnjëherë. A e keni përfunduar edhe ju vetë shkollën këtu, tek Po, shkolla unë vjetër kam që është qenë nxënës i kësaj shkolle, pikërisht i kësaj shkolle që kemi këtu, 8 vite. Po jo vetëm kjo shkollë ka qitë gjenerata të tëra intelektualesh, mjek, inxhinier, teolog, mësimdhënës të gjitha profileve. Në këtë shkollë ka viju mësimin edhe heroi kombit Pal Paluca, domethënë 8 vite ka kry klasën fillore në këtë shkollë. Kështu që mendoj se i ka dhënë kontributet mjaft rëndësishme për arsimin, po edhe për kombin në përgjithësi. Po të kthejmë pak në bankat shkollore kur keni qenë këto. Çfarë kujtoni prej asaj kohe? Atë merr malli për atë kohë?
Po, sigurisht se jo vetëm për mu, nostalgjia është edhe për të gjithë ata që kanë kry. Mirë po tonë ma pak o nostalgji me qenë se vesh vazhdoj me qenë të pjesë kësaj shkolle. Nështë nostalgjia në vitet e rinisë që nuk kthehen mbrapa për ndryshe. Unë asnjëherë nuk kam përfundu vitin, asnjëherë nuk kam përfundu shkollimin. Vazhdoj me qenë në shkollë. Më duket vetja se kam me qenë në bankat shkollës para mësimdhënësve tonë. Sa po mendon që ka ndryshu fëmija prej kohës kur ju keni qenë, pasi që edhe ndjekni këtë profesion Unë me vrej mendoj dallimin? që ka ndryshu për të mirë. Për të mirë. Edhe atëherë nuk është konë keq, mirë po tash të e krahazu me kushtet që kanë sot. Fëmija janë më inteligjent, janë ato edhe avancimi i teknikës, i teknologjisë, i informatikës, i gjitha këtyne gjëra ka bërë që ata të janë ma të zhvillum edhe për moshën që kanë janë shumë të pjekur edhe kanë një mirë sjellje edhe një kulturë të jashtëzakonshme. Kështu që kanë vetëm fjalë të mira. Faleminderit shumë Zefe, na po të urojmë një ditë të mbarë, punë të mbarë. Faleminderit edhe ju për vizitën. Përveç punës së përditshme, lodhjeve, secili njeri kërkon që për relaks të gjej diçka që e bën me shumë qef, e madje të largon gjithë vëmendjen prej gjërave të zakonshme. E për Pjetrin, hobi i tij është të kujdeset për bletët e po ashtu edhe për kopshtin e tij. Bletët ka mësuar të kujdeset që kur ka qenë fëmijë, ndonë se në familjen e tij ka qenë një lloj tradite kjo, e këtë po e vazhdon më së miri edhe të pasardhësit e tij. Një aktivitet tjetër që bëni në kohën tuaj të lirë është edhe kujdesja për blet, edhe pemë gjithashtu që cilat i keni mbjellë këtu në oborrin tuaj. Kur keni filluar për herë të parë më marrë me blet? Bletët i kemi si familje, i kemi tradicionalisht i kemi mbajt gjithmonë. Ashtu që unë kam vazhdu me mbajt edhe gjithmonë kujdesem për to. Janë një hobi i mirë, edhe është profitabil, po edhe është i mirë. A një kujdes edhe si fëmijë? A keni pas Po, mësimin po familje? kemi pas edhe në kohën kur kam qenë si fëmijë, ne kemi pas blet, po atër kanë qenë bletët në ato format e tjera, zgjohet e bletëve kanë qenë prej thuprave, kështu më radhë. Sa është e vështirë me kujdes për blet? Sa kërkojnë për kushtim? Nuk është e vështirë nëse i dënë, për kushtim duhet ti ju japësh sa ma shumë, sepse kujdesin ndaj tyne do të më konë permanent. Permanent, gjithmonë do të më kujdes për gjendjen e tyne shëndetësore, gjendjen e ushqimit tyne, për me mujtë me ta kthyj ato Me të mira. në kohën kur duhet. A i japin shumë jalt, apo bojnë... A ka qenë vit i mirë? Si vjet ka qenë një vit mesatarisht produktiv, i mjaltës, për ndryshe një blet mund deri në 15 kg me dhonë, një zgjoj i bletës, deri në 15 kg mund me dhonë mjaltë. Sa koshere i keni tash? Tash afërsisht i kam rreth 30-40 qëtë, mes 30-40. A i një boj mund dhe i bletëve, se zakonisht kur do që kujdeset shumë moti për thot që jemi boj mund. Po, jo aq, po me mjetën mbrojtës. A i keni barë tash këtë lloj trashëgimie, po e quajnë familjen e juaj edhe tek fëmijët e tu, nipat e tu, a kujdesin e djali po kujdeset. Tash edhe djali im kujdeset, në ndihmon, sepse pak vështirë është peshat kur duhet me i bajti, me i transportu. Kështu më radhë. Edhe një hobi tjetër është edhe pemë, cilat i keni këtu në... Po, me pemë, mësë jemi në fshat, atër fshati i ka, duhet me pas pemën, bletën, po mundësisht me pas edhe gjana tjera rreth shtëpisë, sa ma shumë tjetë i përngjan fshatit, vërtet, po kemi disa pemë kumbulla, molla, dardha, e kështu më radhë. A ka qenë një vit i mirë dhe për pemë, ta ju kanë Për sjellë molla, fritet shumë? sidomos për molla ka qenë, i mirë.
edhe për humbla ka qenë vikimja. Përveç tyve dy hobive, qa po bëni tash në kohën e lirë, qysh me kaloni një ditë këtu? Kur jemi në fshat, mendja jemi më shkon gjithmonë që ta bëj jetën në fshatin. Merremi me gjanë, përgatitin gjana ushqimore, kujdesin ndaj pemëve, kujdesin ndaj pletëve, rreth kësaj paluçmërie që kemi këtu, është një sipërfaqe mjaftueshme, rreth 30 are, kusitja këtu krejt me radhë punë të fshatit bëjmë këtu, gjithmonë që janë të nevojshme. Faleminderit shumë për gjithçka. Gjithashtu faleminderit që keni ardhur, jeni mundu. Nga ky peizazh unik e nga zemra e fshatit Velezh, po e bëjmë edhe përfundimin për sot, duke ju dëshiruar një javë të këndshme e bashkë me ju ne shihemi vendeve të tjera.